Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Eni Çobani ndëshkohet nga dhoma e ndërmjetësuesve pasi një notere denoncoi për dallavere. Ndërmjetësuesja më e famshme në Shqipëri, Eni Çobani, e cila shfaqet çdo të diel në një program televiziv ku zhvillon seanca pajtimi me qytetarë të ndryshëm, rezulton të jetë penalizuar me një masë disiplinore nga dhoma kombëtare e ndërmjetësuesve në Shqipëri. Më 31 mars ka ndodhur ky vendim dhe është bërë publik vetëm disa ditë më para. Ndërmjetësuesja Eni Çobani ka marrë një masë disiplinore, vërejtje me shkrim, pasi një notere në Fier e quajtur Flora Zoto ishte ankuar kundër saj. Kjo masë disiplinore mësohet se do kundërshtohet nga Çobani në gjykatën administrative. Vendimi për vendosjen e masës disiplinore është marrë nga bordi i përbërë nga kryetarja e bordit Alketa Elezi dhe 3 anëtarët Artur Bibaj, Flora Dutganaj dhe Aida Kume. Bordi disiplinor pasi diskutoi gjetjet sipas raportit përfundimtar të anëtarit hetues mbi ankesën e zonjës Flora Zoto së bashku me propozimin e masës disiplinore për ndërmjetësuesen Eni Çobani, vendosi marrjen e masës disiplinore vërejtje me shkrim. Thuhet në vendimin e datës 31 mars 2025. Pas këtij vendimi, Eni Çobani me sa duket do shihet në gjyq me dhomën kombëtare të ndërmjetësuesve të Shqipërisë. Shtetas të ndryshëm e kanë akuzuar zonjën Çobani për kërcënime, shpifje dhe mashtrime, por ajo nuk është gjetur fajtore.